Një person ka vdekur në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Denverit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi është goditur nga një aeroplan i cili po përpiqej të ngrihej në ajër. Sipas BBC-s, incidenti ndodhi gjatë lëvizjes së aeroplanit në pistë, ndërsa pas përplasjes u raportua edhe një zjarr i shkurtër në njëri nga motorët e avionit. Flakët u neutralizuan shpejt nga ekipet e departamentit të zjarfikësve të Denverit, ndërsa pamjet nga vendi i ngjarjes tregonin tym brenda kabinës së aeroplanit, kurse të gjithë 224 persona që ndodheshin në bord u evakuuan menjëherë për arsye sigurie. Autoritetet kanë bërë të ditur se personi i vrarë nuk besohet të ketë qenë punonjës i aeroportit, ndërsa identiteti i tij ende nuk është bërë publik. Si pasojë e incidentit, 12 pasagjerë raportuan lëndime të lehta gjatë evakuimit dhe situatës së krijuar në bord. 5 prej tyre janë dërguar për trajtim në spitalet pranë aeroportit. Pista ku ndodhi ngjarja vazhdon të mbetet e mbyllur, ndërsa hetimet janë marrë nga Administrata Federale e Aviacionit dhe Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rastit.